على عقيدة السلف وهي النجاة للخلف. Projekti I milionerit të veprave të mira. Fitimi I 33 milionëve. Assalamu alaikum. Sot nuk po flasim për pasuri siç e njeh bota. Nuk po flasim për dollar, euro apo ar. Po flasim për pasurinë e vetme që do të ketë vlerë ditën kur çdo gjë tjetër do të humbas vlerën. Veprat e mira. Allahu I madhëruar thot: por veprat e mira që mbeten për herë, janë më të mirat e Zoti yt sa I përket shpërblimit dhe shpresës. Suratul Kehf ajeti 46. Një pyetje që të trondit zemrën: si mund të jetë I varfër në vepra të mira ai që ka Kur'anin në shtëpinë e tij? Këtu fillon projekti I milionerit të veprave të mira. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë një formulë hyjnore. Kush lexon një shkronjë nga libri I Allahut, ka një vepër të mirë dhe ajo shumë fishohet me 10. Tirmidhiu. Dhe sqaroi sallallahu alaihi wasallam se çdo shkronjë llogaritet veçmas. Kur'ani përmban rreth 3.300.000 shkronja. Nëse e lexon Kur'anin nga fillimi deri në fund vetëm një herë, fiton të paktën 33 milion vepra të mira. 33 milion vetëm nga leximi. Dhe jo në një muaj të zakonshëm, por në Ramazan, muajin e shumëfishimit të shpërblimeve. Allahu thot: Allahu I ashton shpërblimin kujt të doj. Suratul Baqara, ajeti 261. Një hatme e plot nuk është thjesht lexim, është investimi më I madh I jetës sate. Mund të peshoj më rënd se vite të tëra neglizhence. Mund të jetë shkak që Allahu të fshijë mëkate që ti I ke harruar, por që janë ende të shkruara. Vërtet veprat e mira I fshin veprat e këqija. Suratu Hud, ajeti 114. Mos e shih Kur'anin si diçka që duhet vetëm ta përfundosh. Shiko shpërblimin në çdo shkronjë. Një faqe pas çdo namazi, pak sot, pak nesër, dhe pa e ndjerë, po grumbullon miliona që asnjë bank në botë nuk mund t'i ofroj. Pyetja është e thjeshtë: a do ta mbyllësh këtë Ramazan si milioner I veprave të mira, apo do të dalësh prej tij I varfër në shpërblime? Zgjedhja është në duart tua. Merë Kur'anin sot dhe fillo pasurinë që nuk humbet kurrë.